Flasësh pak për traditën rome të thurjes. Nga gjenden kallamishtet, si është kjo traditë? Gjëdësh, thupër, ne I themi thupër kësaj, putek. Ne këtë për shembull e mbirmi më përpara. Përse tash I kanë në lument. Është një putek, domethënë, që është italiani, këtu nuk u kanë nga ajo. Ne e mbirrim atë. Është me e butë, me e mirë. Kurse pambuja, që bën karijet, bën atoja, nuk u ka këtu pambu. E blemin e vetë. Unë vete në rrugë e Durrësit, është një magazinë atje, kur më duhet. Me thuprën që mblidhni në lumen, çfarë prodhoni? Me atë prodhohet, për shembull, do I kanë nisë do një shpotë, do një shishe, thuhet. Thuhet domethënë, do një për robat, për atoja, do një sepetkë. Këto gjëra përdoret ajo. Kurse për gjëra karige, tavolina, edhe gjëra të bukura, për shembull, abazhure gjëra, duhet të marrë sa pambu. I dhe është me e buta, edhe një ujt atë, edhe zbutet e ke për 2 orë, nuk fahet ajo. Ka shumë si puna jote që e ruajnë këtë traditë? Jo, nuk u ka ti, ja ka 3-4 veta, domethënë, mbetëm neve.